Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Binjakëve. Do bëjmë një mesazh për ju dhe juve ju ka dalë mjelma me numrin 10 mjelma. Një mesazh i butë si që është vetë mjelma të dashur, por dhe i thellë për bukurinë që lind kur njeriu pranon rrjedhën e vet dhe lejon vetveten të shkëlqej pa patur nevojë të mbrohet. Mjelma është një simbol i transformimit të mbrëmshëm, i bukurisë që nuk përthet, por shfaqet në heshtje, me dinjitet. Kjo letër të tregon se ti je në një pikë ku po ndryshon, por jo me forcë, me lehtësi, të dashur binjaka, me lehtësi. Nuk je më ajo që ishe dhe tani është koha të pranosh këtë verzion të ri të vetes. Ndoshta dikur ke pasur nevojë të mbrohesh, të tregohesh, të arsyetohesh, apo të tregohesh e fortë, të përballosh botën me shtisë. Por tani, le të ndodhë ndryshe. Kjo letër të fton të lesh pas mburojat, të mos e shtyn më ndryshimin, por ta lejosh të ndodhë siç rrjedh një lumë i qetë. Në të njëjtën kohë mjelma të fton të shikosh përreth dhe të dallosh lidhjet e shenjta në jetën tënde, dashuritë që janë të vërteta, njerëzit që të pranojnë ashtu siç je, mos u kap pas asaj që të ka përkufizuar dikur. Ti nuk je më aty dhe s'duhet të jesh më aty. Kur e pranon të dashur binjak hijeshin tënde të vërtet, gjithçka tjetër fillon të rrjedh natyrshëm. Mjaft më me luftë. Tani është koha për të jetuar me butësi dhe vetë besim. T'i lëmë të gjitha pas atë luftë dhe të jetojmë ashtu siç duam dhe e meritojmë.